Qindra qytetarë u mblodhën në sheshin qendror të Lezhës për të ndjekur ceremoninë festive të ndjesë së dritave të pemës së vitit të ri. Në ritëm të bandës frymore të qytetit, fëmijët të shumtë parakaluan drejt qendrës së festës, ndërsa për të pranishmet ishte organizuar dhe një aktivitet artistik me këngë dhe valle. Momenti kulmor i mbrëmjes ishte kur kryetari i Bashkisë Lezhë, së bashku me fëmijët, ndezën dritë e pemës së vitit të ri, mes duartokitë të qytetarëve dhe një atmosfere shumë festive, duke dhëruar emocione dhe gëzim për të gjithë të pranishmit. Në zakon jemi këtu për të ndezë dritat. Le të shpresojmë që këto drita janë drita shprese, dashurie, shëndeti për gjithkund për jush. Është një ditë e madhe, është një kohë për ta uru Krishtlindjen dhe vitin e ri për gjithë secilin, shëndet, marrësi gjithë fëmijët në familjet tuaja. Nuk do marr fjalim gjatë, po të fillojmë me ndezjen e dritave. Këtu kam zej nipi ishte 6 muaj, si vetë është 1 vit e gjys. Kështu që çdo vit ky merr pjesë në këtë event, duke treguar se ne po rritemi, po ndryshojmë, po bëjmë gjëra akoma më të mira dhe Lezhë me potencial të jashtëzakonshëm, me njerëz të jashtëzakonshëm, do ketë zhvillim të jashtëzakonshëm. Festa vjoj me pas në fshatin e Krishtlindjes, i cili u hap në sheshin Skënderbej me praninë e disa prej restoranteve të mira lezhane, duke krijuar një atmosferë festive për familjet dhe fëmijët në prag të festës fundvitit.